A jena gati? Ali, Bekim? A jena gati? Regjia? Apo fillojmë podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Assalamu alaikum, shikues të nderuar. Vazhdojmë me emisionin e radhës. Mysafir sot e kam hoxhën e nderuar Fatmir Zaimin, doktor Fatmir Zaimin. Mirë se erdhe hoxh. Mirë se gjetëm. Për herë të parë në sezonën e tretë. Mirë se gjetëm, para se të fillojmë bisedën, për hajër kjo studio e re, Faleminderit. një studio e bukur e mrekullueshme. Inshallah Zoti ju dhash bereqet. Amin. Temën të cilën po du me diskutu me juve hoxhën nderuar është shkurorëzimi. Jo rastësisht ju kum zgjedh juve se ju u mirëni me kësi ndërmjetësime si hoxh gjatë shkurorëzimeve që ndodhin anë mban. Para se më nis temën, ndoshta me të pyet, sa shkurorëzime ke marrë pjesë? A e di numrin përvërsisht? Jo, numrin nuk e dimi, po me qindra. Me qindra shkurorëzime keni marrë Po, pjesë. me qindra shkurorëzime, sidomos kohën e fundit. Janë edhe shtu pse, shumë. Këto 10 vitet e fundit, pak më tepër me hyrjen e sistemeve të modernizimit, dyqisht të këto 3 tonë dhe 3 tona, sikurse nuk është kuptu sa duhet ajo që ka quhet kuror dhe ajo që ka quhet jetesë në emën të Allahut dhe në atë që ka Allahu neve në mëson që ta kemi jetën me kuror të duhur. Atëherë po filloj me temën hoxh, si pyetje e parë, çfarë është shkurorëzimi apo talaku në Islam? Siç e dim, në Islam shkurorëzimit i thuhet talak. Apo jo hoxh? Po, faktikisht talaku apo shkurorëzimi është një prej rregullave që Islami e ka trajtuar dhe ka shpjeguar në mënyrë të detajuar. Pse? Sepse për çdo çift ku ka harmoni dhe ku ka bashkëjetesë dhe ku ka jetë bashkëtorë, rregullat e fejes janë. Por është edhe një derë që Zoti e kalon, nuk është e pëlqyer, por e kalon qel, herdo kurdo, nëse vjen situata dhe nëse vjen puna, kur shteren gjitha mundësit dhe gjitha hapësirat për t'i afru, atëherë edhe shkurorëzimi është një zgjidhje. Faktikisht, çka do me thonë talak? Talak do me thonën me liru një send për asaj që ka qenë e lidhur. E nëse një çift kanë qenë të lidhur në kuror, tash atë duhet t'i zgjidhim. E shkurorëzimi është një zgjidhje ku bashkëjetesa është më e pamundur te ta. Edhe kjo është një zgjidhje dhe është një ilaç, edhe parat në Islam është edhe talaku, është edhe shkurorëzimi, por të Allahu dhul xhelal nuk është i pëlqyer, por lejohet me rregulla dhe me kushtet të cilet i ka talaku, të cilet i kanë përmend dietarët e fikut dhe ulemat e fukahat dhe ulemat e fikut, kështu që me fjalë të tjera mund të themi se shkurorëzimi apo talaku është një zgjidhje ku çifti apo jeta bashkëtorë nuk është e mundur më të vazhdon, talaku është një zgjidhje që ata ta shikojnë jetën e tyre më mirë e më mirë. Hoxh, cili është qëndrimi i Islamit ndaj shkurorëzimit? Kjo lidhet me pyetjen e parë, qëndrimi i Islamit ndaj shkurorëzimit parimisht thuhet se lejohet, domethënë po lejohet shkurorëzimi në Islam, por duhet para se gjithash t'i shfrytëzojmë të gjitha mundësitë për të kthyer në pajtim. Prej provojës po flasim. E fundit është opsioni i fundit është shkurorëzimi, po. Prej provojës po flasmi, jo vetëm na, por edhe një numër bukur i madh hoxhallarëve, po flasmi në trevat tona, kur ka problematika të ndryshme, kur ka kacafitje të ndryshme, ku ka ngacmime të ndryshme, her pas her prej njerëzive, her pas her prej botës së xhinëve dhe prej sihrit dhe prej magjisë, kur çifti në rastin nuk e kanë kuptu, edhe vinë deri te grindjet familjare dhe
mos dorimi një një tjetrit, mundësia e parës që shikohet për të pajtu, shikohet për të regullu situatën dhe për të shnosh varën. Momentin që s'ka më hapësirë dhe të gjitha këto shterën, këto mundësi, atëherë themi se qëndrimi islamit në këtë rast është po lejohet talaku dhe shkurorëzimi me rregullat dhe me normat të cilat i ka përcaktuar feja dhe jurisprudenca islame. Hoxh, në cilat raste lejohet shkurorëzimi? Po tash kur të himi më detajisht flasmi në çfarë raste dhe në cilat raste lejohet shkurorëzimi, parimisht themi se shkurorëzimi ndodh në shumë situata dhe në shumë segmente. E para është kur nuk ka pajtueshmëri të mentaliteteve të burrit edhe të gruas. Mentaliteti ndodh për shembull nuk e kupton burri grua, as burri gruan. Me një fjalë nuk e kanë gjetë pasportin e përbashkët, themi na gjuhën tonë. Kjo është e para që, domethënë, mentalitetet e ndryshme të dy familjeve nuk mund të përballon jetën e më të qeshme dhe vjen deri te divorci. Situata tjetër është ka Domethënë në cilat raste lejohet shkurorëzimi, pyetja është. Po lejohet. Po lejohet se nuk pajtohen mentalitetet. Për shembull, burri mundet me qenë në nivelin shumë të lartë të arsimit, ai ndoshta nuk është shumë arsimume, edhe nuk përputhet fjalorit të ta, edhe nuk shkon jeta si duhet. Nuk do me thonë se nëse është kështu edhe paqare munda, se kemi në shumë raste ku bashkëshorti që është nivel të lartë të arsimit edhe bashkëshorti nuk është edhe jetojnë. Por ka situata kur nuk pajtohen mentalitetet edhe vjen deri te ndarja dhe shkak bëhet ndarja. Kriza ekonomike ka bot vetë. Ka raste kur kriza ekonomike dhe papunësia nuk vjen me të parën, ose të kohën e parë, ose kohën e dytë, por brenda një kohë bukur të mirë, vetëm se vjen ajo nga brenda që del nervoza nga bashkëshorti dhe del nervoza nga bashkëshortja për shkak krizës ekonomike, ka shkaqe që të cilët ndodh edhe divorci. Kemi divorc kur nuk respektohet një tjetri. S'ka respekt burrit ndaj gruas ose gruaja ndaj burrit. Kemi situata kur ka edhe tradhti. Kur ndodh tradhtia, atëherë themi edhe në tradhti, nëse s'ka falje, edhe nëse nuk ka mbulesë ose që mbulojnë një tjetrin, që lejohet nëse dikush Që të panal me gjë. prej Të tradhtia. Domethënë janë burri gruaja, çift, dhe ndodh tradhtia. Si duhet me vepru në këtë rast? Shiko, feja ka ardhën për me mbulu një tjetrin. Nuk ka ardhën për ta zbulu të metën. Nuk ka ardhën për ta zbulu mbarë. Ka raste ku burri është turpru, ose ka gabu. Por nuk kemi të drejtë ta akuzojmë për imoralitet, por tash teknologjia e ka bot vetën, telefoni e ka bot vetën, mesazhet edhe shkruarja e fjalëve të cilët ka mundësi që bashkëshortja t'ja kish pa, edhe me të parën herë ta akuzon se ti mund këtë tradhtu, kështu nuk kemi drejt. Edhe pse ka gjasa tjetër tradhti, sipas fjalëve të cilët janë brenda, por tash themi çka është më e mira? Më e mira është të mbulon. E kur themi më e mira është të mbulon, kemi rastet nga tuti anët. Kur burri mund të gabon, por ka situata që edhe gruaja mund të gabon. Momentin që gabon burrin, këtë rast ta quajna tradhti, se tradhtia nuk është vetëm se në atë çka neve na shkon mendja, me njëherë kur themi më ka tradhtu, do me thonë me njëherë ka shku me një burr tjetër, ose ka shku burri me një grua tjetër. Nuk është tradhtia vetëm këtë vijë. Tradhtia mundet me ndodhë shumë aspekte. Ka tradhti, për shembull, në emanet. Ka tradhti në pasurinë e burrit. Ka tradhti në mallin e gruas. Ka tradhti pasurinë e vjerit. Ka tradhti shembull në emanetet të cilat ja ka dhënë fjalën burrit që mos tregon. Edhe ai ka treguar dhe kjo është tradhti. Edhe ka tradhti të cilat para martesës nuk është tregu rasti. Për shembull, ka qenë e smund gruaja,
ka pas një diagnozë për diagnozave të ndryshme, edhe nuk e ka tregu këtë diagnozë. Edhe burri nuk e ka ditë këtë rast. Në renda martesës e ka hetu se personi janë fjalë është e smut me diagnozë, për shembull, e ka epilepsi. Edhe nëse është me epilepsi, është një smuje të cilën trajtohet me medikamente dhe është smuje, nuk është shumë e lehtë, por as nuk themi shumë e rëndë, por është smuje. Edhe tash kur ta kesh epilepsi, duhet si tregosh bashortit para se të martohesh se unë jam me epilepsi. Po momentin që martohesh, edhe familja e kupton se ti je me epilepsi, a nuk e ki tregu, kjo që tradhti. Shumë e qartë është. Që tradhti. E tash në këtë rast kur e kupton dhe kur mund të ta kupton burri, mund të shkon shumë muaj, ta heton se ajo ka sulme epilepsike, e ku të ketë sulme, momentin e parë, ose momentin e ditë, unë e tregoj kështu se ka pas një rast, Po, edhe ky rast më ka pru mua me thonë se tradhtia nuk është vetëm se na që e kuptojmë. Ti të fol nga përvoja që e ke. Tradhtim rasteve të ndryshme. Po, tradhti të ndryshme. Edhe një prej tradhtive është edhe kjo, që ato kanë menduar se këto sulme dhe kjo alivanosje e gruas, në këtë rast e bashortës, është prej sulmeve të xhinëve dhe sihrit, por e nuk ka pas sulme të xhinëve, as nuk ka qenë nga smuja e magjisë, por ka qenë smuja për epilepsisë, që duhet dhe i ka pi medikamentet të cilat ja ka dhënë neurologu. Në situatat të këtilla, kur hetohet tradhtia, a lejohet divorci, po lejohet divorci. Po nëse pyetet çka është më mirë është burri që ambulon dhe ta vazhdon jetën, por e ka të drejtën ta shkurorëzon dhe të lirohet prej sajna për shkak mos tregimit të drejtë të rastit, edhe kjo quhet, domethënë në islam tradhti. E mirë, do shta më ndërlidh të tradhtia, jena alo të tradhtia. Buri, nëse e zgjen gruajën, ose gruaja nëse e zgjen burin duke tradhtu, domethënë me argument, jo me dyshime, se zakonisht shumë ka dyshime, kupton, jo duhet të ambuloj dhe të vazhdoj, është këshilla juaj, apo hoqë? Kështu, faktikisht Islami, kur është pyetje i moraliteti, na mëson se duhet të ketë 4 dëshmitar. 4 dëshmitar duhet ta shohin me syt life ose haptasi. Nëse 3 veta thojnë po, i 4 i thotë jo, nuk më dukte se janë duke bërë moralitet, nuk pranohet jurisprudencën islame. Bile akuzonat të 3 me 80 shkopi. Pse? Sepse nuk keni argument. Argumenti është për duhet 4 dëshmitar. Pse ka arë feja me 4 dëshmitar? Feja ka arë me 4 dëshmitar që të ruhet nderi, të mbulohet turpi. Në këtë rast, video, telefoni, kamera, incizimi, gjitha këto nuk pranohet. Në islam nuk pranohet. Nuk pranohet. Edhe nëse e sheh për shembull mesazh që ka tradhtu, ti e kupton, apo? Tash mesazhi është diçka tjetër. Na shembull i besojna mesazhit, i besojna teknologjisë, i besojna fjalëve, e besojmë chatin, i besojmë gjitha, por nuk guxojmë dhe s'kemi argument ta akuzojmë se s'kemi 4 dëshmitar. Shumë e qartë. Nëse s'kemi 4 dëshmitar, por ke dyshime, këtë rast a lejohet as lejohet, na themi lejon feja dhe ta lejon feja ta shkurorizos, por jo ta akuzosh dhe t'ja vnesh një etiket gruas, ose gruaja t'ja vnon burrit, edhe kundërta. Po, po. E në kësaj situata, tash çka është mas miri? Mas miri është një tjetrin ta mbulojmë. Por është një mentalitet të na shqiptarët se kur burri ka hapësirë dhe mundësi të gabon, të rshqet, ose të shkruan me dikan, edhe gruaja në këtë rast e shef dhe e ka pa, në shumicën e rasteve, gruaja din të falë. Për hatër të fëmijëve, për hatër të familjes, edhe din burri të kërkon falje, ti përullet në gjuj, që mos kupton babçishi, e mos kupton familja gruase, gjitha këto ndodhin, edhe gruaja din të falë. E kundërta. Babçishi për shikues nga Kosova, baballaku. Baballaku, baba i gruas. Baba i gruas. Momentin që ka mundësi që gruaja të gabon, ose ta shkruan ndonjë mesazh, ndonjë shokut, ose ndonjë të klasës që ka pas më herët, ja ka uru ditëlindjen, ose ja ka uru martesën, ja ka shtu ndonjë zemër të vogël.
edhe që e zemre vogël, që e porësi, Që ti hi ka ajo rasta fitnja. edhe hinë të buri dyshimi edhe nuk falë. Por nëse zi do një mesazh pak më i thellë, që nuk kemi argumente me dëshmitar se ajo gruaja ka bon kështu, s'kemi të drejt të akuzojmë, edhe nëse ti më të thehet dashuria, ke drejt të lëshosh, ke drejt të bësh talak me kushtet të cilet i ka talaku, por nuk guxojmë të akuzojmë. E çka është më mirë kësaj situata? Nëse s'kemi argumente të qarta, ndash gruaja ndaj burrit, ndash burri ndaj gruas, më mirë është të mbulojmë njëri tjetrin dhe të vazhdojmë jetën. Kjo është më e mira, në fe po flas. Me kusht mos me vazhdu në gabime tjera. Na prapë do të gabojnë në dikun tjetër. Po në këtë Por nëse aspekt është tradhtis. Në këtë aspekt, atëherë duhet të kemi kujdes. Por na themi në përgjithësi e këshillojmë. Por i këshillojmë edhe 3 tonë dhe 3 tona, që na të kemi kujdes se me një qa nuk ka lojë. Me kuror dhe me kurorëzim nuk ka lojë. Para duhet të mbrohet se kurorizimi dhe nishaja është një ibadet dhe është një punë e shenjtë, e këtë rast kur s'ka bashkëjetes, edhe kur nuk mund të sohet më jeta më të që, për shkak të X problemeve të shumta, talaku dhe shkurorizimi nuk na hik neve. Edhe ajo është po pika e fundit të cilët duhet ta veprojmë edhe pse në Islam është i lejuar pra shkurorizimi. Në më thonë, tradhtia, në raste, jemi të pyetja në cilat raste lejohet shkurorizimi. Në raste tradhtis, tjera raste a ka hoç? Në përkujtum, nëse Po. mentalitetin nuk përputhet. Mentaliteti, po. Kemi rastet e ekonomisë, kemi raste mos respekt. Çish në raste e ekonomisë? Për shembull, papunësi e madhe, fukarallëk i madh, njëri tjetri nuk mund të duron. Ka jetu për shembull gruaja në familjen e babës pak më luks, ka ardhur burri e ka gjetë vetëm pak më me skamje, momentin që burri sprovohet dhe nuk punon, edhe ai nuk punon, edhe ndodh që me pas kriza ekonomike, jo për shkak që s'kanë me hangër dhe me pi, por nuk mundën t'i plotësojnë disa sende të cilet i kanë të qerit. Edhe kjo krizë ekonomike e bje punën që her pas her ndodh që njëri tjetrin mos tolerojnë edhe deri te shkurorizimi. Lejohet. Po lejohet. Do më thonë, gruaja, unë si shem të e po, gruaja martohet me, do më thonë një çift martohet. Në momentin që dështon buri, Burri e ka për obligim ta mbron dhe ta ruan gruaja, në ka emanet. a me shtesh ka ras, ka pare. S'ka pare. Tash nëse Gruaja nuk ka- i lejohet me thonë unë e qaç, shkova. Nuk mundën se tash ku shkoj gruaja, a fëmijët e ruajat punon. Pastaj edhe nëse punon gruaja, burri s'punon, por edhe është i alkoolit, është i varur, ose ka elemente narkotike, ose ka elemente drogës, ose ka elemente veseve të kazinos. Janë devijime të hatashme dhe janë devijime të rënda. Devijimi i drogës nuk është i lehtë. Devijimi i alkoolit nuk është i lehtë. Devijimi i kazinos nuk është i lehtë. Gjitha këto devijime ka kosto dhe ka çmim. Edhe ka harxhime të mëdha. Edhe këto harxhime me atë rokë minimale të cilën e marrin nuk durohet. Edhe vjen deri te çka? Deri te mosdërimi, deri te mosdashja dhe vjen deri te shkurorizimi. E ke parasysh si vjen etapat. Hoxhu në për të kazino, për të droga s'ka fjalë, të i lejohet gruas me i thonë, "Ej, çaq ma, unë e du mu do." Po ama Ama, tash për shkurorizimi ndodh, tash mundet me kohë edhe kundërta. Mundet me kon burri jo i alkoolit, gruaja me qenë. Po, Mundet me kon burri, e ke parasysh, E tash qartë, ne jemi të nuk flasim se vetëm burri është i kazinos, ose vetëm burri është i harxhimeve, gruaja Po, nuk po, është. Ka mundësi edhe kjo tjetër. Por na shumicën e rasteve flasmi se burri është përgjegjës për familjen dhe ajo ka emanet që ta mbron dhe ta ruan edhe në situata edhe në formën ekonomike të bashkëjetesës. Unë mendoj se gruaja nëse e shet që burri nuk është i hec financiarisht, më mirë është sabër me bon se sa mu shkurorizua. Na atë edhe thash, shkurorizimi është pika e fundit. Pa, da. Momentin që i shteren gjitha mundësit, edhe këtu, kur ka krizë, puna e parë është që na duhet ta ndihmojmë atë familje. Pa, da. Mos vere deri te ndarja. Mos vere deri te shkurorizimi. Por nëse gjitha këto shtere, se njerë ndihmohet, s'ka sukses, djerë ndihmohet, s'ka sukses, edhe prap s'ka sukses, edhe shohmi se këtu diçka nuk është që shku si Është duhet. shku mirë puna. Por a ka
leje dhe a lejohet këtu në shpjeqa, themi po lejohet. Po, ndaj po. Po lejohet edhe nuk e ka ndaluar Islami. E tash, kush e ka të drejtën me shpall shkurorëzimin? Po, do më thënë, shkurorëzimi, talaku vjen nga buri. Më thënë, buri ban shkurorëzim. Por atë, kur ban buri shkurorëzim, quhet talak. A lejohet gruajas të kërkon shkurorëzim? Po, lejohet gruas të kërkon shkurorëzim, por ajo nuk quhet talak, quhet khula. Hula. Po, khula. E tash, kur buri kërkon shkurorëzim, atëherë duhet t'i plotëson rregullat dhe kushtet të cilët janë në jurisprudencën islame, të cilët duhet patjetër buri të plotëson që të ndodh shkurorëzimi kur vjen më puna. Edhe e kundërta, kur gruaja kërkon te gjykatës si islam, ose në jurisprudencën islame, ose në vendet tona kërkon prej hoxhës katunit, prej hoxhës që ka bërë nikah, prej institucionit që është zyrtar në vendet tona dhe kërkon që të ndahet për shumë arsye, edhe kjo lejohet. Por dallimi është ndryshe te gruaja kur kërkon edhe te buri. Te buri kur kërkohet është më ndryshe sepse në situata të ndryshme nëse ndodhin dy talaka, i treti më përfundon përgjithmonë, ku është edhe kjo si mesele e përmendur të fuqahat. Pyetja e radhës është kjo. Ashtu, edhe mënyra tjetër është kur gruaja kërkon edhe i bë pishmanit ka drejt më kthi prap. E ka derën hapur, edhe mund të kthehet te burri sepse burri nuk e ka shlu, kjo vet ka kërku, por i ka ra pishmanit mas 1 muajve, mas 2 muajve, kështu që brenda 3 muaj edhe ditëve ose brenda 3 cikleve, nëse i ka ra pishmanit kthehet prap edhe s'ka problem. Do të thonë gruaja shkon te nëna vet. Edhe thot jam nda prej teje. Kështu, tash nëse shkem nga ana e gruas. Po dhe për gruajt ç'do të thënë? Gruaja nëse kërkon shkurorëzim, nëse burri ja ka dhënë mehrin, gruaja duhet ta kthen mehrin prap. Dhuratën Po, dhuratën e nikahit e kthen prap. Por mrenda 2 muajve, 3 muajve ka ra pishmanit, burri nuk i ka dhënë talak. Por gruaja vet ka kërku, e ka të drejtën të kthehet prap. Të buri, gruaja, e ka dirën qelë, se nuk quhet talak, nuk quhet shkurorëzim. Por momentin që gruaja kërkon, por x arsye, pa drejtësi, dhunë, rrahje, se në pyetjen e kaluam, nuk i përmendëm edhe këtë raste, se shembull, jo vetëm se te ekonomia, te mentaliteti dhe te tradhtia, ka edhe dhuna të ndryshme në familje. Buri psihopat, buri shizofren, buri domethënë është nervozu për jashtë me dikan, edhe shkon shprazet e gruaja, dhunon gruajen, rrahje, domethënë të vazhdueshme, edhe kjo nuk tolerohet. Edhe raste të shumta, edhe raste të ndryshme të cilët ndodhin. Por edhe në këtë rast, nëse ka gabime, buri, edhe gruaja kërkon dhe i bë pishmanit, për me thjeshtu, e ka të drejtën ajo të kthehet prap, edhe kjo nuk quhet talak, por quhet khul, kur gruaja kërkon. A buri për shembull i thot, "Pisot ti e dame, mol, largo pi mu." Çi shkon kjo procedurë? Po nëse buri për shembull e ka talakun bain të përgjithmonshëm dhe nuk don më ta kthen prap, ka rregulla në fe. E para është e patjetërsueshme nëse nuk ja ka dhënë mehrin t'ja jep mehrin. Kjo është e patjetërsueshme. Brenda 3 muaj edhe ditëve ose 3 cikla, derisa nuk pastrohet gruaja, nuk ka drejt martohet. Gruaja s'ka drejt më martu. Nuk duhet, s'ka drejt më martue, urtësia. Pse? Se duhet të pastrohet gjithçka nëse ka ngel diçka nga materiali i burrit, të them. Po dhe që mos më met çfarë Mos më mbetën. 3 cikla janë të mjaftueshme sipas fejes që ajo nuk ka drejt të martohet. Ato 3 muaj edhe ditë, burri ka për obligim një rrogë mesatare ta jep për gruan që ajo të ekziston. Tash varet ku jeton. Nëse është vendet tona, e shohim një pagë mesatare. Jo pagë e një ministri, as një pagë e një pastruese. Po një pagë mesatare në vendet tona edhe i hipet për 3 muaj ajo pagë. Pasi që tipet mehri. Pasi që tipet mehri, i hipet edhe kjo, edhe pastaj vjen e drejta nëse eventualisht kanë pasur fëmijë. Nëse ka pasur fëmijë,
por obligim e ka baba të kujdeset për ato fëmijët, por fëmijët mbesin te nana për shkak të moshës. Nëse është mosha shumë e vogël, shumicën e ditëve mbesin te nana, me të drejtën që t'i shef baba, po gjitha këto argjime i bin babës. Kështu e shefeja dhe kjo është shembull a limitacion thirrët edhe në shtet. Por në jurisprudencën islame Për gjithmonë duhet më kujdes baba për fëmijë? derisa shembull nëse gruaja ka situata që martohet, Po atë që du të doshta me ta. fëmijët kthehen te baza, Ah, te baba, se s'munën fëmijët me shku të në shtëpi, por fëmijët kanë drejt ta shohin nana, e qartë. se fëmijët janë babës. Edhe këtu mirët vesh, ka marrëveshje shkurorizimi, edhe caktohen kushtet. Deri në sa vjet. Për shembull deri në 7 vjet nuk martohet gruaja, ose ma pak. Mvaret krejt se si do t'jete, por dietarët e kanë përmendën vitin 7 deri në 7 vjet, disa ma pak e si disa ma shumë, për arsye që të ketë një hapësirë. Çish deri 7 vjet? Deri në 7 vjet ka drejt nona ta mban fëmijën, Aha, ta edukon, por gjitha këto argjime përsipër i merr prindi. e qartë. Se fëmijët janë prindrit edhe i merr prindëri. Momentin që ajo i çelët kësmeti dhe rrezku dhe martohet, fëmia shkon te baza. Prap me marrëveshje. Që fëmia ka të drejtë ta shef nanën, por baza e tyre dhe shtëpia e tyre nuk është te shtëpia e tretë e atij burrit, por është te shtëpia e babas së tyre. E qartë, shumë e qartë. A hoç sa herë mund të shqiptohet talaku, shkurorizimi? Po kemi shkurorizim të kthyeshëm, raj'i. Edhe e kemi 2 herë për sreti më përfundon. Por atë do të me pas kujdes gruas, mos i themi 3 herë hup, largohu, zdu. Çdo shumë më rëndësishme. Shumë është rëndë. Pas dietarët kanë përmendur nëse me një vend e thot personi fjalën nuk dua, a 3 herë ka thonë apo 1 herë ka thonë. Disa prej dietarëve ka thonë po 3 herë ka thonë, po një konsiderohet se me një vend e ka thonë 1 herë. Edhe ditë kanë metën. Nëse thot edhe 1 herë, s'ka kthim prap. Tash nëse ndodh ka shku, nëse ndodh që është boni talak, rëgjë i thirët, talak që është kthi prap. Për diti nëse ndodh, tretën më nuk guxon ta marrësh atë gruaje. Çka kanë thonë dietarët? Ajo gruaje duhet martohet natyrshëm me një burr tjetër. Jo të martohet që të kthehet te burri i parë, po të martohet natyrshëm. E nëse ndodh eventualisht ai burri ta lëshon, atëherë ka drejt më të kthehet i pari. Po ndryshe nuk mund të më kthimo te burri i parë nëse ndodhen, domethënë talaku i tretë. Subhanallah. Po, është shumë problematik e ndihshme që të na për shembull për pak e për shumë ndodhin, por atë edhe Islami nervozizëm dhe kur njeriu nuk është në veti, kur është nervoz, e thot në efekt dhe s'ka qenë i vetëdijshëm dhe ka qenë domethënë i bombardum prej jashtë, edhe vjen jashtë pras gruajes gjitha fjalët dhe ofendon, e lëshon, feja dhe jurisprudenca islame nuk i merr konsiderat këta fjalë. Duhet me konë i qetë, i mirë. I qetë, i gjahftohur edhe me... Që mi thonë je e lanë të pisë sot si grujeme. Po. E kur ta thote në mënyrën e qetë, kur qete i vetëdijshëm mirë, me gjahftësi, atëherë i konsiderohet një herë. Vjen situata pas shumë kohë prap, edhe e shef se mo nuk shkon, këputët ki muhabet, edhe e ka derën qelë për shkurorizim. Po prap me gjitha krejt këto, ka një ndërmjetësim mes këtyre që duhet të hinë. Që ti pajton, ti rregullon, që u shukat problemet, që u qetëson problemet, ti stabilizon, që të vazhdoj jeta. Por nëse s'ka mundësi, tash prap vjemi, nëse s'ka mundësi, themi, atëherë, prap ajo dera e parë që kemi thënë më herët, është e lejuar shkurorizimi që ato të ndahen. Pyetja e radhës që i kom nënvizu këtu, kuptohet, i kam pyetjet këtu të nënvizume. Çdo pikë ndoshta edhe rikthehemi në një temë, s'ka lidhje hoç, fiç fol ti kënaqur, çlir. Pyetja e radhës thotë kështu: çfarë është periudha e pritjes i deti dhe sa zgjat ajo? Puna i detit është në 2 raste. Kur burri ban talak, është një det, edhe
ajo nuk ka drejt të martohet 3 cikle, duhet të pasrohet. I det do të thonë periudha e pritjes, kuptimi. Pritjes. I deti do të thonë periudha e pritjes, do të thonë kalimi i ciklit të menstruacioneve 3 muaj. Po. Kur është burri gjallë dhe ka bo talak. Quhet i det. Edhe i deti tjetër është kur burri vdes dhe gruaja mbetet pa burr. Edhe i deti i saj është 4 muaj edhe ditë. Do të thonë ç'kjo është i deti. Do të thonë kur është burri gjallë dhe ban shkurrizim, i deti është 3 cikle. Dhe kur burri ndron jetë dhe sprovohet gruaja, në këtë rast kjo gruaja nuk ka drejt të martohet përpos se mas 4 muaj edhe ditëve, ose mas 4 cikleve. Që kjo është, do më thonë, pika shkurta që kanë përmend dietarët punën e idetit. Ide, do më thonë, janë ciklet dhe janë muaj Pritje. Pritje të cilët gruaja i ka për obligim. Do shta munor të çka respekton. po të çka puna kur i vdes burri. Do të thonë çfarë drejtë ka gruaja sipas Islamit, ju lutem. Ne flasim gjithmonë sipas Islamit, se ka feministët që na shohin ne anek ne ankohen. Ju që nuk e pranoni Islamin dhe nuk e keni si fe Islamin, mundeni me ndru kanalin, me shku te tjetër televizion. Sipas Islamit, gruaja e cila i vdes burri, çfarë drejtë ka? Faktikisht ajo nëse është me fëmijët e tyre, dhe nuk e sheh vetën për të martu, ajo jeton familjen e burrit me fëmijët e vet dhe e ka hisën e vet. Këtë hisë e ka garantuar Islami. Bile hisën e ka gruaja prej kur është martu. Një hisë e ka prej babës, edhe një e ka prej burrit. Plus është ajo që quhet mehrin që e ka mrenda. Dhuratën e martesës. Dhurata e mehrit që është e patjetërsueshme e obligueshme. Tradita jonë shkruhet, shumicën e rasteve është me pritje, por kemi që edhe ipët mehrit nga dita e parë. Tash, momentin që vdes burri, gruaja është shtëpia e burrit. Edhe nëse është e re, tash ka dallim gruaja mbi 50 vjet, edhe ka dallim gruaja kur është 25 vjet. Nër 30 vjet. Por edhe mbi 30 vjet. Tash dallimi është shumë i madh. Nuk duhet na ta praktikojmë vetëm këtu traditën, se të na nuk është tradit gruaja 25 vjet, 30 vjet nëse i vdes burri, t'i lënë fëmijët edhe të martohet. Kjo është një gabim. Gabim është kjo. Po gabim. Domethënë Islami është i gjantë, edhe Islami ka dhënë hapësirë. Fëmijëve Zoti ja ka dhënë rrezikun, por edhe kjo gruaje e ka të natyrshme, edhe e ka për Allahut të lejume. Pasi të kalojnë 4 muaj dhe ditë, ajo ka të drejtë të largohet. Jo të largohet në atë kuptimin të braktis fëmijët edhe të braktis atë familje, por e ka të lejume me fej po flasme, nuk flasme me tradit. Me fle që ajo të martohet. E ka të lejume dhe është e preferume, apo hoq? Se ka shumë gra të reja që i ka vdekë. E preferume të me thonë nëse donë martohet, nëse zonë s'martohet. Kretë kjo në varet për gruës edhe për epshit. Tash, na jemi me një situatë sot dhe jemi me një kohë, në kohën e globalizmit, e postmodernizmit, edhe jemi në kohën e TikTokut, e kohën e teknologjisë e sipër, edhe tash këshilla jonë. Por Islami thot, nuk thot fatmiri këtë rast. Do më thonë i lejohet, jo vetëm se i preferohet, por do më thonë nëse e shef ajo rrezikun se s'mundet ta mban vetën, i patjetërsohet, i obligohet. Se na jemi të foltash për ta shpëtu vetën tonë, për ta shpëtu epshin tonë, se s'ka kontrol. Ne kemi epsh. Momentin që na kemi epsh, e kërkon epshi çka? E kërkon atë çka çdo burr mund ta kërkon dhe çdo grua. E për atë Islami kalon derë qel, edhe për poligamin këtë rast. Se na nuk e kemi temën e poligamisë. Martesa me më tepër se një. Por kur ndodh kjo? Momentet të caktuara. Nuk është e obligueshme e dyta, por është e lejueshme. Ka do është një derë qel. Edhe tash nuk duhet të na keq kuptojnë. Po marr parasysh kush na dëgjon. Na themi e kemi të patjetërsueshme me një dhe ta mbajmë si duhet. Por nëse s'provohemi me të parë, ajde Zoti mos e baft. Nuk lejohet e dyta, kategorikisht s'kemi drejt. Nuk themi na kështu. E s'provume me veshkët. E s'provume, thot mjeku, kjo gruaje kur s'në ka me pas fëmijë. Sa ashtu e ka mitra.
tash ki buri talëshon, jo s'ban me lëshu. Se gjuna, pa. Gjonas edhe ajo s'don, po se s'provume. E ke derën qelë, unë s'ma mërë ditën. Po nëse s'provohet me jeset me veshkët, edhe është dialis. S'ban ta maltretojsh, edhe me punë edhe për zësen. E ke drejtën ditën, po s'ban me lëshu. Shumë e qartë. A jam i qartë, dhe më thonë, Po. kemi situatat ndryshme. Zote mos e po paralizohet dikush. Por edhe buri në situata ndryshme mundet me qenë i smund. Talone gruaja burin, pse u smue. Do ta fitosh problemin e Zotit. Por edhe kundërta. Nëse buri për shembull i sprovohet gruaja e paralizuar, ku shkon? Ta mban gruan, ta pastron, ta ushqen, kujdeset apo të punon? Jo, duhet me punu. Por nëse punon, e ka të lejume atë tjetrën ta merr, po i lejohet. Domethënë situata të cilat e ka leju feja. Hoq, mës të kesh kuptomi, feja e ka leju edhe, jo veç kur është me i paraliz gruaja e parë, po edhe me konë në saksalem. Unë edhe tash kjo kur është kur njeriu nuk i mjafton një. Dhe është me epsh. Po tash nuk është vetëm këtu epshi. Se epshi është 5 minuta, 10 minuta. 23 orë ke emanet. Obligim, po. Duhesh t'ja plotësosh gjitha kushtet. Momentin që ti nuk mundesh t'ja plotësosh kushtet, sikur të parës, mos i hin kësaj pune. Nëse hin kësaj pune, ndodh pastaj që të prishesh me të parën, ndreqesh me dytën, nuk i po kur gjë. E prish kalan, si thënë. Nuk prish kur gjë, se shkatrohesh me familjen e parë për më drejtu me dytën. Pastaj kjo mu drejtu me dytën, e para u ka shkatru, fillon me tretën. Ku të fillosh me tretën edhe dyta prishet. S'ka fund. Allah ka. Por atë na jemi të folën, tash Grujas tesh kurorëzimi, e cili i ka vdek buri. Nëse i ka vdek buri, të kthehemi temës. Nëse është e re, atu në tham. Nëse një grua është mbi 50 vjet, edhe 60 vjet, edhe i ka vdek buri. Shumicën e rasteve të na nuk ka martesë me një grua që i ka 60 vjet, por i me fëmijë që i ka besat i ka nipnit. Plak, e Tu ba mos ma bëhet shka. ma bet. Por jemi të folë për një grua e cila është e re dhe është provu. Dhe i ka jetën e vdek ka buri. para. Po jetën e ka para, si ka 30 vjet. Por edhe nëse ka 30, nuk ban ajo të qëndrohet vetëm me fëmijët. Se kemi na plot gra të cilët janë bo burnesha, kanë bo sabër dhe i kanë bajt fëmijët dhe kanë net familjen e burrit. Sa kanë se vap këta është? Ka një problem të madh të Allahu, por kjo është një luftë dhe është një xhihad shumë i madh të Allahu. Që të rrit fëmijët dhe ta flijon veten, ta jep kurban veten, edhe ta shkrin veten, edhe mos shkoj përpara. Por kjo nuk është Zgjidhje. Nuk është zgjidhje e përhershme për çdo njerëz. E qartë. Por atë feja ka thonën e ketë lejume. Kjo bëhet me marrëveshje, me marrëveshjen e familjes babës, me marrëveshje me familjen e burrit, jo për shembull ti praktikis fëmijët edhe shkon ashtu pa rregulla dhe pa jurisprudencën islame e cila neve në mëson. Gjatë idetit, pritjes, a lejohet rikthimi i bashkëshortëve? Po, gjatë idetit ka mundësi nëse ndodh shkurorizimi, ka mundësi që të kthehet për me pasën kujdes që gjatë pastrimit mos ketë më prapë se duhet të ketë ripërtrirjet e nikahit. Ripërtrirjet e nikahit. Por gjatë idetit ka mundësi dhe është e lejume që bashkëshortja nëse ka pasën shkurorizim të kthehet prapë. Se di ajo më qartë, edhe një herë po tham, i lejohet të kthehet, por të ketë kujdes se gjatë pastrimit pastaj mos ndodhin situata se gjatë pastrimit ka ripërtrirje. E ku të bëhet ripërtrirja dhe nëse ndodhin prap, atëherë kputet kjo punë. Kputet kjo punë edhe më nuk ka bashkim. Nuk ka bashkim dhe dol shkurorizimi i përhershëm. Porzit e ceke huli, dhe më thonë, qëfar është huli në shkurorizimi me kërkesë të gruas? Po, ka situata kur gruaja Do mu shkurorizu. nuk e duron burrin. Ka maltretime të ndryshme, Rrahje. ka dhunë të ndryshme, ka rrahje, ka maltretim fizik, maltretim psiqik. Edhe këtu prap e përsërisim maltretim ekonomik, ja merr pasurinë buri, ja merr unonza që ka ble baba vet, ja merr altonë që ka merr baba vet, ja merr zinxhirës, kemi situata. Ajo pasuria është e gruas. Ki shkën një merë. Ky shkon ja merr ja se në kazino do të me shku. E kur ka kësi situata, atëherë gruaja detyrohet ta lëshon. Edhe shkon, për shembull, te gjykatësi islam. Ma ne s'kina gjikazion të Gjykatësi hoxha. islam shkemi shkon te hoxha
eminent i atij vendit. Po. Jo çdo hoç që mundet t'i kupton, edhe pse me këtë respektin e xhallarët, por shkon te hoxha që e ka hoç, si themi na, ose është i fshatit që e ka për zemre, ose është i qytetit që e ka për zemre, por fundit shkon edhe në bashkinë islame, edhe e tregon hallin se çka i ka ndodhur, për me kërku shkërorizimin. Te ne nuk ndodh kjo me shku gruaja, po shkojnë burrat apo? Po tash në këtë rast gruaja Vllaznit, minxhallar, shprehet me nonën. Po, shprehet me nonën. Femra shprehet me nonën, edhe ka situata të ndryshme. Tash përmendëm na dhunën, përmendëm na torturat, rrahjen, kështu me radhë. Ka situata tash kur femra nuk mund të jetë i kënaqur për burrit. Thotë nuk mujë ta kem këtë burr, se nuk ma plotson mu dëshirë. Je të fol për dëshirën e shtrat. Po. Kemi të qartë. Edhe këtu, në këtë rast i lejohet gruaja mu do. I lejohet burrit mu do. Se kemi shembull burra të cilët janë të fortë me epsh, edhe vazhdojnë jetën me një gruaje edhe e kanë gjetë pasportin bashkë. Po. Njëri tjetri plotësohet. Por ato janë nikmish. Zoti ka bashkuar, edhe njëri tjetrin e plotësojnë. Dhe ka situata kur këmisha nuk ju ban. Ose steril është burri. nuk Do i të thonë nuk ka erekcion. nuk ka. Atëherë gruaja detyrohet 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj, 1 vjet, 2 vjet, s'ka mundësi me duru, edhe ajo nuk është prej asaj që dale për jashta, ta tradhton, por shkon edhe e sqaron te nona, e sqaron te motra e madhe, ose e sqaron me tezën, edhe del kimabet të burrat, edhe prej të burrat konsultohet mirë kjo mesele, edhe shifët se vërtet kështu është situata, edhe gruaja kërkon hol, e kërkon divorcin. A ka drejt? Ka drejt. Edhe nuk ban ajo të maltretohet. A ka drejt? Ka drejt, dhe nuk ban të maltretohet. Kjo është holi. Shumë e qartë. Edhe nëse eventualisht se kërkon gruaja, e tham edhe më herët, nëse se të na zakonisht nuk i pret mehri, nëse se ka dhënë mehrin, nuk ja kthen prap, do të thonë se s'ka çka t'i kthen. Por nëse i ka dhënë diçka, jo, çdo pasuri që ka pas gruaja nga baba vet e merr, çdo dhuratë që ka pas nga burri e merr, edhe gruaja eventualisht nëse ka dhënë një dhuratë burrit, burri nuk ja kthen prap, edhe çdo kush e shikon punën e vet. Të arsyet, shkurorizimi me kërkesë të gruas, që kanë plot. Do të thonë dhuna fizike, dhuna çështja ekonomike, Tradhtia, po. Mos kërkesa në shtrat, etj. Po janë do kërkesa që s'kan arsye, unë mendoj. Për shembull, pse më ka bërtit, ose pse më ka shas, që është gabim, absolut, ama unë s'besoj që për një të shamë ndodh shkurorizimi. Po, para shembull, na nuk i përkujtojmë problematikat e bashkëshorteve në shoqërinë ku jetojmë. Na sot kemi problematika të ndryshme në familjet tonë. Edhe falë hoxhallarëve, të cilët ndërmjetësojnë, përpas hoxhallokut dhe përpas misionit hoxh, ato me një rol të madh e kanë edhe funksionin e ndërmjetësuesit, ose më mirë thënë mediatorit. Ato shkojnë pajtojnë, ato shkojnë qetësojnë, ato shkojnë në familje edhe me orë të tjera, domethënë dëgjojnë hallet e ndryshme të cilët e kanë familjet e tyre. Qëllimi final është që mos ndodhe deri te prishja e familjeve. Pasi që janë bërë miq, pasi që Zoti ju ka dhënë vlat, edhe ka ndodhur dika sa fytje, ka ndodhur një keq kuptim, ka ndodhur një problem, që më herët nuk ka qenë, atëherë e shef se baba i vajzës s'e zgjedh me babën e djalit, vjen për shembull i pari i fshatit, haxhia, autoriteti që e ka respektin në atë familje, por edhe ai s'e krim punë. Atëherë vjen hoxha. Por edhe nëse hoxha në momentin të caktuar nuk mund ta qetëson situatën, lipon ndihmë dhe jashtë. Vjen edhe një hoxh pak më eminent. Vjen edhe një hoxh tjetër që gjithë ta japin kontributin e tyre që mos vjerë deri te shkatrimi i familjes, deri te ndarja. E tash, nëse ka probleme, sikur se thatë, të rëndomta, më ka shajt, e ki shajt, ka ofendu, s'm ka ofendu, nuk shkohet deri në divorc. Më thënë, ndodh kjo, por na themi kur ka të shpeshta kësi lloj probleme, edhe ofendime, për çdo ditë rrahje, se ka mundësi brenda
15 vjetëve gruaja, burrit gabon te gruas, edhe ta ofendon. Ma mirë mi arras në shpull, themi që se ka të lejume, se sa ta ofendon me të një fjallë, që ndoshta ai ofendim ja se fjallë, do t'ja smundë, do t'ja ngurcën zemrën. Shqipllaka për shembull, për një disa atë shnashët, që nuk është e lejume dhe nuk thëmë se duhet ta ban, por ndodhë ndonjëherë prej pa kontrollës, edhe vjen deri te rrahja. Jo me qëllim, jo me një rrahje të lartë, edhe buri kërkon falje. Kur kërkon falje, nuk ban zmadhohet kjo punë të shkoje deri te baba, e dveri baba, se ma kere qikën, e ma ke po, se na muslimanët nuk e kemi tradit. Muslimanët tash, a ka ndodhë të shqiptare që ka pas rrahje, ka ndodhën. A ka pasën situata që është maltretu gruaja, është maltretu, edhe s'ka guxuar ta tregon maltretimin të familje e babës, se e ka pas edhe një ofendim tjetër nga ana atyre. Pasojat e kanunit. Të randa. Para shembull, nëse dikush e përkujton dhe thot kanuni, kanuni nuk është krishterizëm. Kanuni është tradit e popullit tonë që nuk ka baza, edhe ki kanun është i damshëm për motrën teme dhe për motrën tonë, dhe është i damshëm për nona tona. Shumë është i damshëm. Por atë islami dhe kodi civil sot, nëse flasme tash më thellë, kodi civil në shtetin tonë laik, edhe gjitha shtetet laike, e kemi një kod civil, ku në atë kod civil janë gjitha ligjet e parashtrume për divorcin, për bashkimin, për hiset e kështu me radhë. Ky kod është përkthye prej Francës. Franca e ka marrën prej gjuhës latine, kurse gjuha latine këtë kod civil e ka marrën prej kuj, prej shtetit të asaj kohe 8 shekullor, ose mbi 800 vjet në Andaluzi, që e kanë pasur muslimanët faktikisht civilizimin e hatashëm, civilizimin e mirëfillt, universitetet më të mëdha, shkencet më të mëdha të asaj kohe, prej medicinës e deri poshtë në astronomi, gjitha këto i ka pasur në shteti islam 8 shekullor në Andaluzi, në Spanjën e sotit, edhe ai kod civil ka qenë i përkthim në latinisht, nga latinishtja pas e kanë marrën francezët, edhe gjithë shtetet të cilët sot e kanë ligjin laik, dhe kodi civil me një farmonire është në shumicën e pikave e marrur nga jurisprudenca islame për rregullimin e çështjes së familjes. Atëherë shkojmë edhe një herë, hoqë, pyetja e 9. Në cilat raste gruaja mund të kërkojë shkurorëzimin? Duke mos përsëritemi, se her pas herë, qëllimi gruaja shkurorëzon dhe kërkon shkurorëzim, ose më mirë me thonë e kërkon hulin, kur nuk përputhet me burrin në, hajde të themi, në mentalitet, edhe njerëz ta përmendi. Këtu në mentalitet hinë shumë sende. E dyta është kur ajo është e kërcënuar. Vazhdimisht. Edhe psikikisht ajo nuk është rahat. Në më thonë i lejohet? Po i lejohet, se nuk është rahat, nuk është një kërcënimi një ditë, 3 ditë. Kur ajo vazhdimisht është e rahur, ka dhunë, trupin e saj. Momentin që ajo nuk ka siguri për burrit. Siguri çka do të thonë? Siguri jetese, siguri kulmi, financiare, ekonomike kështu me radhë. Prej asaj që ka qenë me shtëpi, ka mbetur pa shtëpi. Prej asaj që ka qenë me banesë, ka mbetur me qira. Ku shkoj banesa, është shit. Ku shkoj malli, është shit. Ku shkoj një qahi, është shit. Ku shkon lirat, janë shit. Ku shkoj malli gruas që ka pru baba, është shit. Kush e ka bërë këtë punë? Devijimi i burrit që është. Burri i papërgjithshëm. Ka burr të cilët janë të papërgjithshëm. Devijimi është i rëndë, ka smuje të cilët nuk shërohen për një ditë, sepse smuje nuk është vetëm ku të dhëmë barki, ose ku të dhëmë diçka në trup, por smuje ka edhe të ndryshme të cilët janë vese. Unë i përkujtova disa prej tyre. Edhe kur burri nuk është i udhëzuar me fesi duhet. Gruaja kërkon namaz, burri ja shan namazin. Gruaja kërkon agjërim, burri ja pris agjërimin. Qëllon burri islamofob. Tash e te kalon. Momentin që ai refuzon dhe nuk e lejon që ajo të jetë e pastërt,
me abdes, me namaz. Çka I duhet ai burr? Momentin që ajo është me namaz, me abdes, duhet ta kupton dhe ta këshillon, por unë e tham, kanë kalu gjitha fazat. Këshilla s'ka bo dobi, pajtimi s'ka bo dobi, ndërmjetësimi s'ka bo dobi, edhe në këtë rast ka ardhur një përfundim që gruaja të kërkon xhol. Pse? Për shembull, I përmendëm gjitha këto pika, edhe një prej tyre është edhe aspekti I besimit. Nuk mundet ta shpreh besimin dhe ta praktikon besimin e vet. Pse më prish Ramazanin? Pse më prish namazin? Pse më s'memlon me marr gusull? Pse më s'memlon për shembull ta vëndoj shamin? Pse më s'memlon të lexoj Kur'an? A jam I qartë? Kjo është drejta ime parimore. Edhe nëse ti mua gjitha këto më shkel, unë kërkoj divorc. Ti jap me lira me kret lënë më rahat. A është e lejume? E lejume. A ka të drejt gruaja në kësi situata të kërkon? Po ka të drejt. Pse? Është e sprovume. Ka mendu se është besimtar dhe do të toleron, por ai nuk toleron. Përderisa nuk toleron, ai duhet ta gjen heshijen e vet, ose duhet ta gjen një bashorte e cila do t'ja plotson dëshirat atij. Pa agjerim, pa besim, pa islam, pa krishterizëm, pa fe. Në ta marrë ti kanë pa fe, edhe ka drejt jeton, por nëse dikush e ka fen, dhe mundohet të praktikon, këtë rast flasmi për fen islame, atëherë edhe islami ne ka tregu disa rregulla dhe disa kushte të cilët duhet t'i plotson burrin ndaj gruas, por edhe gruaja ndaj burrit, por nëse nuk ka vazhdimsi të jetës dhe bëhen përpjekjet e gjitha për ka afrimi dhe pajtimi dhe shterën gjitha mundësit, atëherë gruaja klirisht ka të drejt të kërkon xhol, shkurorëzim përballë në këtë rast hoxhës që ka bënë qa, miftijes, institucionit atë vendi ku është, që ajo faktikisht të lirohet për këtij burri I cili faktikisht ka qenë sprovuar me këtë grua. Hoxh, ndoshta një pyetje, çka nëse për shembull gruaja I ka këtë kushtet? Krejt, s'ka arsye të vetme, domethënë burri sillet mirë, burri është I përgjithshëm. S'ka kur një çfarë arsye për shkurorëzim, mirë po ajo do me dalë prej asaj shtëpie, do mu unë du të shkurorëzom. Si çka thot feja për këtë rast? I kemi na do shkurorëzime, unë I quaj të pakuptimta. Ashtu ja ku mënu një emër të pakuptimta, se më ka ndodhur në shoqëri të kemi shkurorëzime të pakuptimta. Në kësaj situate duhet shikohet problemi pak më thellë. Kushtet po, jetesa po, harmoni po, Burri I mirë po. Burri I mirë po, me punë po, musliman po, familje ndershme po, edhe tash vjen me një situatë, gruaja kërkon divorc, por divorci është I paqartë dhe I pakuptimt. Atëherë duhet me shikuar nga I vjen ajo. Tash hoxha në kësaj situata e lun rolin e sociologut, e lun rolin e pedagogut, e lun rolin edhe defektologut, por edhe e lun rolin e ati me thonën faktikisht bëhet zbulues ose kundër zbulues. Kundër inteligjencë. Ta shofe mirë. CIA. Po në atë kuptimin nga vjen. Po, e qartë. Kemi situata kur femra është e prekt, ka ngacmime për gjimve, ka ngacmime për sihrit, edhe të na thot populli ka të bëmë. Edhe momenti që ajo është e lidht, ose I kanë bo magji, I ka bo siher, ajo 99 është e mirë, 99 pika, ose 99%, ajo s'ka problem në atë familje. Vetëm e përmendje një pikë, ju duhet me kanën mirë, mos u idhnoni, mos u shkatroni, mos u bëjni, ati këcen teli. Ati vjen faktikisht prishet, ajo harmonia e fjalorit prishet, faktikisht ftyra e asaj gruas kur përmendet burri edhe aty është ngacmimi. Edhe aty shejtani nuk lejon. Atëherë themi ky person ose këto dy ka nevojë dikush që ban rukje se kanë prekje. Kanë ngacmime prej shejtanit, se këtyre nuk ju mungon kur gjë, tradhti, nuk ka mashtrime, nuk ka tortura, nuk ka dhunë, nuk ka kushtet ekonomike, mashallah, mirë I kanë, por ja ka ardhën kjo situatë. Edhe këto duhet me shiku mirë. Pse ka ardhën? Se edhe nëse vjen për shembull nuk du. Pse s'm do? Na kemi fëmijë.
Këto fëmijë nuk janë bo prej balte, janë bo me dashuri. Por ka diçka këtu që e mundon gruan. Por jo vetëm gruan, mundet me ndodh edhe kundërta te burri. Gruaja gjitha elementet e mira i ka, gjitha cilësit i ka, e ndershme po, me punë po, për familjes mirë po, fëmijët jakshir mirë, shtëpia një mban mirë, do më thonën, është me familjen e burrit mirë, por vjen situata burri me qenë i vrasjet me një situatë caktume, jo këtë kohën. Edhe pikata është ki burri, gjithë kohën ka qenë i mirë, kohën e fundit që ka nisën, dyqish qete, jo i sjellshëm. Edhe këtu ty të mira vetës mas. Pse ti me kërku divorc, tash e kundër ta burri, gruas ti kërkon, atëherë duhet me shiku mirë. A është ky divorc hakikat ose i drejt, apo ka diçka që e ka ngacmu këtë burri që të kërkon divorc, se divorci nuk kërkohet për pikë qefi, ose nuk kërkohet për pak e për shumë. Do të thonë, nuk është kjo lojë. Sikur se her pas her disa tri e kanë marrë sot, hala pa u martu, janë feju, janë da. Sa janë feju 3 muaj, janë shkatru. Në fejes 7 muaj, bile dhe një qa i kanë bo, se sot është një Trend. Një trend, një mod. Tash nuk thamë se xhallarët e kanë fajn, por o xhallarët duke e arsyetu triun dhe trejen, se sot është bo liria më e madhe, për mes me hin gjunas, ato do dalin, dash i bonin një qa, dash nuk i bonin një qa, ato do dalin. Ato nuk rin pa dal. Edhe kur dalin, ato kur gjo mos bofshin, një përshëndetje edhe një puthje kanë me pasën. Edhe tash, përderisa ato jenë të fejum, ato duhet bohen burë e grue. E për të bo burë e grue, duhet bohet një kontrat, duhet bohet një marveshje, duhet shkruhet një gjë që ka quhet kurora e niqahit, ose kontrata e niqahit. Atëherë shka, mlidhet familje gjallit, edhe familje e vajzës, me dëshmitar, mlidhen burrat, shkruhet dhonat, i pot fjala, se fjala është dhonë, pa duhet edhe mu shkrujt. Ta kom dhënë vajzën, e kom pranu, edhe në këtë rast caktohet edhe mehli, edhe këto janë burë e gruaje. Por darsma do të bëhet pas 8 muajve. Darsma do të bëhet, ajo është fejes, edhe me një farë mënyrë një qa, edhe ku të bëhen atë një qa, vetëm se ato janë martuma. E që këtu është një gabim duke ja u liru në rrugën disa trive, nuk thamë për krejt, edhe ato keq përdorin motrat tona, keq përdorin vajzat tona, i mbajnë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, jo, si e ti për shpjen të ime. S'po mdokësh e mirë. S'po mdokësh, shumë nervoze, shumë harxhuse, shumë ashtu, e shumë kështu, edhe vjen deri te prishja. E atëherë tash kur vjen deri te prishja, duhet me shiku prap të rit. Pse kështu bani? Edhe prap duhet me ndërmjetësua. Pleqt, familjarët më të afër, por nëse ka nevojë, edhe xhallarët ndërhin, vetëm e vetëm mos prishet dhe mos shkatrohet familja. A lejohet shkullëzimi gjatë menstruacioneve? Kështu, faktikisht, te dietarët ka shumë mendime, por një prej mendimeve është se nuk është mirë me bë divorc. Gjatë menstruacioneve? Po, nuk lejohet. Pse? Sepse ajo është në ditët e veta, duhet të pasrohet. Dhe plus gjendja emocionale e saj. Po, është. Po. Tash në këtë rast burri duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes. Para se Islami për shembull i ka para pa të gjitha këto kushte. Edhe kur gruaja është në ditët e veta, por edhe kur gruaja pastrohet. Në këtë situata, do të thonë nuk është mënyra me njëherë ajde unë ta tham fjalën e fundit përpara. Por duhet ta mendojna mirë se çka duhet bëjmë, edhe si duhet të vendosim, edhe a duhet ta presmi këtë punë për po ose për jo. Shumë është më rëndësi. Por atë në shumicën e rasteve kur ne i takojmë të rit, ju themi duhesh me pas kujdes. Edhe pse të në shqiptari nuk ka situata që shiqojnë a është në ditët e veta apo nuk është në ditët e veta, a është menstruacione apo nuk është menstruacione, a është stazone apo nuk është stazone. Kretë kjo punë luan një rol shumë të madh. Por atë shembull duhet me pas kujdes, shembull i riu në këtë situata kur ta bën shkurorizimin për X arsye. Tash arsyet kanë të shumta sikur që i përmendëm, por ai duhet me pas kujdes, shoh me njëre let pastrohet,
e pastaj ta shohmi a stabilizohet puna, a nuk stabilizohet, që mos nxjerret fjala për zditi, se përsëriti përfundon edhe pastaj më mbaron gjithçka në jetën e tyre. Një sqarim për shikuesit, se ndoshta hoxha kur pje përgjigjet s'po ka emocion. Hoxha këtë e ka një farmoninë si profesion, do më thonë qindra në rastet të shkruarzimit dhe ju ka bon ndoshta edhe pak rutinore. Kjo sigur mjeku kur vjen në operim pacienti, te mjeku nuk është pacienti i parë, por ndoshta i 100 me radhë dhe e ka si rutinore, kupton, nuk ka emocion, edhe pse gjendja është emocionale. Kështu që mos të keq kuptomi. Tema vërtet është emocionale, shkruarzimi. Mirë po, hoxha me qenë se ka këtë mision dhe profesion, këtë çështje të mungon ndoshta edhe pak emocionit e hoxha. Apo jo, hoxha? Shiko, tash emocionet kur jemi në mision, ndoshta nuk vinë me një herë, se ne nuk i shfaqi janë mrenda. Absolut. Por na kemi situata kur kemi pasur raste, unë jam ashtu Zoti nga kriju që duroj dhe baj sabër në raste kur qanë vajza ose kur e tregon hallin vajza kur vjen divorci. Edhe ka situata që unë e kam atë sabër dhe dëgjoj me vëmendje dhe tash ajo duhet të më dëgjon mu me vëmendje deri në stabilizim dhe qetësim të fjalës që ja ka dhonën i dashurit i tij në divorc. Duke i thonë se s'ka qenë kismeti jot, nuk ta ka ditë vlerën, nuk pas ka vlerësu sa duhet, ti je një vajzë shumë e mençme, ti je një vajzë shumë e shkollume, s'ta pas ka ditën inteligjentën, s'ta pas ka ditë shkollën, nuk ta pas ka ditë vlerën, edhe për atë ai nuk është pasforti jot, nuk është heshja jote. Edhe e kam unë një rast ku subhanallah, kom pas edhe një koleg timin, ajo kur ja nisi të tregon, unë kisha sabër dhe e kom dëgju deri në fund, kolegu im nuk mujti me pas sabër dhe duli dhe shkoi në dhomën tjetër dhe filloi me qajt. Sepse ajo qante dhe tregonte, një qajt me shumë e rëndë, edhe tash ai ishte më i dobët se unë në këtë rast, edhe i dul përpara sikur me konë i vladi vet. Edhe na në këtë situata e shohmë sikur e vladin ton, kur dikush na i çon hallet, por tash kur ndodh shkruarzimi, çka duhet bëjmë? Na duhet atë varr ta shërojmë. Atë varr ta shërojmë. E vara nuk shërohet. Ska më emocione, duhet punë. Duhet punë. E tash në situatat e atyre, situatat e asaj kohë dhe atij momentit, faktikisht duhesh përdorish fjalë që ta qetësojsh vajzën dhe familjen e vet, sepse mundet me dalë situata pi kontrolle. E tash na kur flasmi këtu, tash i tregojmë vetëm rregullat e përgjithshme. Për atë edhe shembull, nuk është mohabeti i emocionit, këtë rast është mohabeti i argumentit dhe rasti që shikuesit tonë na dëgjon me vëmendje se çdo kush prej tyre ka gjem dhe çdo kush prej tyre ka vajza, edhe të kenë kujdes gjatë jetës së tyre, se jeta nuk është non-stop rahati, se ashtu bota është e krijuar që her pas here me pasën edhe të një sprov. Por jo mi thon Zotit, o Zot, më ço sprova, por nëse vjen sprova, edhe te familja, edhe te bashortët, edhe te burri, edhe te gruaja, edhe te familjet, edhe te çiftet e reja, duhet ato të durojnë dhe të bëjnë sabër njëri tjetrin, edhe ti të i kalojnë ngacmimet e vogla, ti të i kalojnë problemet e vogla, sepse nëse i zmadhojnë, fundi atyre nuk ju hik. Fundi do veri të shkruarzimi, fundi do veri deri te ndarja, por askush nuk e do ndarjen, askush nuk e do shkruarzimin, hala më tepër na si xhallar kur shkojmë mundohemi deri në pikën e fundit që të shohmi ku ka pika të përbashkëta që ata të afrohen, ata të bashkohen, e pastaj kur shteren të gjitha mundësit, ju themi edhe shkruarzimi është ilaç, edhe shkruarzimi është një zgjidhje. Por tudi palët, ndoshta është më hajër për vajzën tënde, ndoshta është më hajër për djalin tënd, që ato mes me qenë më bashk, edhe shikon pastaj çdo kush punën e vet, duke u bë shkruarzimi në emën e Zotit, sikur se ka qenë kurora në emën e Zotit, me kushtet të cilat i ka parapoj Islami. Shkëpitja është shumë interesante. Cilat janë të drejtat dhe detyrimet e bashkëshortëve pas shkruarzimit?
Unë pak më herët në Munir Kalimthi i përkujtova disa, bashkëkurorëzimit janë disa obligime që janë të patjetërsueshme. Kur ka shkurorëzim, ta themi ka talak. Ka bë talak burri gruajën, edhe në këtë rast gjithë malli dhe pasuria e gruas që është të burri e kthen prap. Se ndonjëherë ka familje dhe ka gra të cilët vinë me familje, vinë me pasurinë nga familja e babës. Ka ardhur me kerr, ka ardhur me firmë, ka ardhur me dyqan, ka ardhur e ke parasysh me biznes, edhe gjitha e pasurisë që ka është e gruas kthehet prapë. S'ka drejt me marr burri. Edhe banesën nëse e ka, e merr prapë. Banesën. Po banesa, ajo nuk Banesa e përbashkët u kon. banesa e përbashkët ose diçka tjetër, atëherë sendet e përbashkëta I bën dënë në gjimsi. matematik. Nëse ka pasën për shembull 50-50. Shembull, kemi blej banesë 100.000 euro, 50 i ka dhënë gruaja, 50 burri. I kthen ato 50. Janë gruas. A nëse tu burri i ka dhënë, domethënë pasuria e përbashkët, ja Nëse kon burri ka dhënë, burri ja kthen mehrin gruas. mehrin, e Po, qartë. mehri, për shembull, është fars, është farxhi, obligimi që duhet me dhënë burri gruas. Mehri të na tradita është, e ke parasysh shumicën e rasteve shkruan me lira të arit, por sipas standardeve të vendit. Po më parasysh a është 13, a është 15, a është 17, a është 11 lira ari, ajo bëhet me matematikën e valutës dhe berzës të asaj dite, edhe shumëzohet sa euro mundet me kushtu. Dhe ai meher dhe ajo dhurata që është obligative që burri duhet t'ja jep gruas. Kjo është e dytë. E treta është 3 muaj dhe ditë, sikur se tham, nuk guxon gruaja të martohet. S'ka drejt. 3 cikle duhet t'i kalon pre kushteve. E kur t'i kalon 3 cikle, 3 rroga mesatare, familja e burrit ose burri këtë rast se jep gruas. Elementi tjetër i katërt është nëse Zoti ju ka dhënë fëmijë, Po. ato fëmijë janë kujdesen e babës. Edhe çdo harxhim që bëjnë fëmijët, baba është kujdestari i tyre. Por për momentin fëmijët pse janë moshën e fëmijërisë, ato janë të nona. Këtë rast, shumicën e rasteve, nona i shikon fëmijët pa kërku moditje. Edhe pse ka drejt nona të kërkon moditje për burrit, pse ja shikon fëmijët. Po dikush ka me thonë, po çkabe, po se janë vetëm fëmijët e mi, janë edhe të asajna. Ajo është e divorcume, ka drejt kërkon. Por të na, a kërkohet, nuk e kërkojnë. Se nona e ka, e vlad e ka, loçk e ka, në fjalorin tonë, janë fëmijë të cilët nuk i shkon dërmend që kërkon pare për kujdesën e fëmijëve dhe burrit, por me Islam ka drejt. Ti kërkon moditje, sepse unë kujdesa për fëmijët e tu. Ato sa janë tati janë edhe të kësajna, por fëmijët herë do kur do, temeli dhe baza është te baba. Këtë rast, nëse ka më tepër se një fëmijë, për gjitha fëmijët kujdeset me matematikën e atij vendit dhe bëhen harxhimet në atë vend ku jeton, për çdo fëmijë duke mos u bë padrejtësi fëmijëve për veshje, për haje, për pije edhe për shkollim. Gjitha këto harxhime i merr, kush tham, i merr burri. Pra, kur plotësohen këto kushte, faktikisht është edhe ndarja. Sepse në Islam nuk është vetëm unë të shlova tije edhe ti punën tonë, unë punën time, jo. Edhe nëse ka pas gabime të gruaja. Se njeri pse është në gruaja, se mendon se ka gabu. Mendon se ka gabu rane, trashe, keqe, shumë ka gabu. Si a ki fal, s'kini pas dashuri, s'kini pas muhabet, nuk ka pasën mirë kuptim, nuk ka pasën bashkëpunim, nuk ka pasën bashkëtej si duhet, e ka pengu kjo, e ka pengu e, për zëras ka ndodhën divorci, ka ndodhë ndarje. E ku ndodhë ndarja, përmenden gjitha që këta që ka i përmendëm për kushteve, që burri duhet t'ju rije mbas. E pastaj është ajo pjesa tjetër, ajo kurora në shtet, që neve nuk na takon ta përmendim se na flasim sipas jurisprudencës islame, por edhe nëse vjen situata mundon në shtet, marrëveshja për shkurorizim përmendet
të një pjesë e madhe o xhallarëve se në shtet të ndahen me marrëveshje. Se ne jemi marrë vesh me marrëveshjen tonë sipas jurisprudencës që na mëson Zoti dhe Islami, edhe në shtet ku të ndahen që shteti dhe ligji i shtetit mos i maltreton ato me një raste, me dyje, me tre, të shkojë zvaritet kjo punë me 5 muaj, me 6 muaj, jemi marrë vesh, nëse ka fëmijë ndorhin edhe qendre sociale, kujt do t'i takojnë fëmijët, kujt jo, e pyesin familjen, a keni marrëveshje ju me fëmijët? Po, kemi marrëveshje, e kemi lënë për shembull 5 ditë e nana, 2 ditë e baba, e kemi caktuar harxhimet për çdo fëmijë kaq e kaq, edhe gjitha këto i tregohet gjyqit, edhe gjyqi domethënë e konsideron se kjo ndarje do jetë me marrëveshje, pasi që gjitha pikat përputhen edhe me ligjin e shtetit ku jetojnë, domethënë burri dhe grua. Hoç, për në fond i kam një 2 pyetje që parafërsisht kanë lidhje me temën, thot kështu, amanet i kam këto 2 pyetje edhe duhet mi parashtru më kanal në Instagram. Kështu thot pyetja e parë. Familja e burrit më kanë bë padrejti, shpifje, përgojime, lëndime, fitne, janë sjell keq prej fillimit me mu. Tash edhe janë leçi thot për mu dhe prej fëmijëve të mi thot. Njëjtën ja kanë mush njerëz thot ja kanë mush menën duke më fajsu mu e burri asnjëherë thot burri asnjëherë nuk reagon me mbrojt, me përkra, e kjo po më nervozon shumë, po për lana shumë e burrin, ndonjëherë edhe e lëndoj me fjalë shumë të rënda, natë nervoz që e kam, sepse nuk gjej mbrojtjen nga ai. A kam thot gjuna sepse reagoj kështu ndaj burrit që s'u mbron, sepse ai duhet me konë krahit djathtë jemi, me mbrojt mu fëmijët, mos me i leju tjertë me na lëndu, se për ndryshe tjera probleme s'kam thot me burrin, alhamdulillah. Ka situata kur burri imponohet pi vllaut. Ka situata kur burri imponohet prej familjes mizallarve. Ka situata ku burri imponohet nga baba dhe nga nona. Edhe ka situata ku burri më shumë i ngon shokët për jashta sesa atë që ka krah gjatë. Edhe tash, kur vjen me një situatë, kjo ofendohet. Burri ri indiferent. Ajo nënçmohet. Burri nuk e qel gojen. Ajo për shembull akuzohet. Burri nuk flet. Ajo nënçmohet. Burri nuk flet. Edhe asaj thuhet fjalë të cilët janë të hishme që thotë dikush, edhe ki nuk flet, atëherë çdo grua, normal se na nuk kemi sahabike, Po, da. as nuk kemi shok të pejgamberit. Edhe nëse është me padrejti, edhe reagimit e jetë eksistojnë sikur se ka reagu kjo motrajon. Edhe tash, na nuk themi e ka të lejume, as e ka të lejume. Domethënë, në varet çfarë fjalori ka përdor. Por nëse përdor fjalor urtësie, themi, nëse përdor fjalor ti thotë o burr jam, mos i ngati këto se këto fjalë nuk janë të vërteta, jo të po. Se ndonjëherë ai s'ka fjalor. Ndonjëherë ai hipnotizohet. Ndonjëherë ai hupet. Ndonjëherë nuk do t'ja prishe babës, nuk do t'ja prishe vllaut, edhe shukatën, atëherë ka drejt ti thotë gruaja në mënyrë urtësore, shembull, të njëjtët fjalë çka e ka thonën me nervoz, të njëjtët fjalë çka e ka thonën shembull kur ka dalë pi kontrolle, çka thotë në mënyrën më të butë. Të njëjtët fjalë. Nëse ka qenë e nervozuar dhe ka thonë të një fjalë ofenduese, mi thonën me fjalë buta, o burri jam, a nuk e shef ti se janë të më ofendue, ku i ki e sitë, ku i ki veshët, ama në mënyrë të mirë. Edhe e kundërta është ku që angre e zonit thotë, ku e ki e ti veshën, ku e ki e syrin, ku e ki e menit, ja budalli, ja kështë ka janë të mbo mua. Kjo alo ma te për mundet me iritua. E para shembull, në këse situata, ne e këshillojmë këtë botrë tonë që të banë sabër. Nëse ti e me Zotin, nëse ti e pastër, nëse ti e drejt, nëse ti gjithçka i kenetën burit, ashtu që shika hije një gruas, mos u frikso se Allahu njerin e drejt nuk do ta humb. Ndoshta koha do kaloje pak, vetëm ta dije, edhe në ta dije ajo motër, dhe ajo vajzë, se herë do kur do drejtësia do të del shesh. Allahu njerin e drejt nuk e humb.
ndoshta për momentin ti sprovohesh, por për këtë sprovë do të fitosh shpërblim të Zotit, ama herë do kur do drejtësia do del. Unë shpeshherë kom thonë, besimtarin dhe besimtaren ka hapësirë dhe mundësi Zoti ta sprovon, kurse pa besimtarin e dënon. Na nuk jemi pa besimtar. Na jemi besimtar, por nëse na vjen ndonjë sprovë të llohit, sikur kjo që ka ardhur, që ka sulme nga gjithë anët dhe burri nuk i jep përkrahje, bën sabër se do del situata në shesh, por qëllimi dikujna është që ti mos jesh mirë me burrin. Ti dahesh prej burrit, ti shkatrohesh me burrin, a burri të don ti dhe ti e don burrin dhe fëmijët e juve ju dojnë juve dhe ju doni ta vazhdojni jetën e lumtur ashtu siç e keni dhe mos i mirëni fjalët e hallkëve dhe thashëthomave, sepse sa ka që ja u dojnë të mirën juve, ka edhe prej tyre të cilët nuk ja u dojnë të mirën, por atë vazhdoni jetën edhe mos i merrni për zemre fjalët e tjerëve të cilët ka hapësirë dhe mundësi që u thonë juve. Pyetja tjetër e fundit, domethënë edhe këta manet e kam me parashtruar në Instagram card, thotë kështu: jam non dhe kam 3 fëmijë. Kam pas shumë telashe me burrin, kohën e fundit shumë përlamje, shumë fjalë, saqë gati te ndamja është ka vjen, që gati 2 muaj as kemi kontakt, as nuk flasim, tamam flasim, nuk ka kurfar mirë kuptimi ndërmjet. Diçish shumë si hasëm jena. S'po di qish me ja fillu, kjo është si dhunë psiqike, thot. Shumë më kanë ndiku. Një jetë me fëmijë edhe ose fëmijët i kam bashko adoleshente edhe tek ta kanë ndiku, thot. Kom pas shumë ofendime me fjalë, saqë shumë më ka poshtru, shumë familje t'u kap familjen për goje të gjithë ato vitet që i kam besu, i kam tregu të familjes krejt mi ka shpalos para motrave dhe vlezërve. Hyn del nga shtëpia sikur se kur s'kam ekzistu. Edhe që do me thonë gati 18 vjetë martesi kam, kjo është thot në pika shkurta. Nëse ka nevoj muj edhe më të dhe s'ka nevoj, parafërsisht, kjo një këshill, thot. 18 vjetë martes, 3 fëmijë për para, kanë pas jetë lumëtër, edhe ka arë situata që ato 1 muj, 2 muj, dosha edhe 3 muj, mos kënë raportet mira. Këshilla ime e parë është edhe gruaja, edhe burri, fillimisht të kenë drodhe, të kenë frikë Allahut Dhul Xhelal. Kjo është këshilla e parë. Pse them të kenë frikë Allahut Dhul Xhelal? Se kputja ose hollësia e lidhjes me krijuesin i bë këto punë. Momentin që krijesa nuk i ka raportet mirë me krijuesin, ose me krijuesin hollohet lidhja, mos tham kputët, është hollu, që e thejnë, ka lidhje pa është hollu. Edhe kur hollohet ai teli dhe ai gumja del, ka spajt, zestruja. Rrymë elektrike të zen. E na çka duhet bëjmë tash kur është hollu ki tel? Duhet t'i japim përforcim. Kujt t'i japim përforcim? T'i japim përforcim këtij telit që ta përforcojmë lidhjen tonë si krijesa me krijuesin. Kur ta përforcojmë na lidhjen tonë me Allahun Dhul Xhelal, forcohet edhe frikë respekti dhe devotshmëria. Kur të forcohet frikë respekti dhe devotshmëria ndaj Allahut, do të na forcohet edhe ajo që quhet kuror. Para shembull, na themi kemi përforcim të kurorës her pas her të disa familje, kur kemi zënka dhe kur kemi probleme. Ta ato vetëm se ka fillu hollimi i punës, edhe ka ardhur situata deri në divorc. Edhe na duhet tash t'ju ndihmojmë. Kush jemi na? Ose hoxhallarët, ose autoriteti ose familje, ose haxhia i mirë i atij fshati, ose hoxha i cili është i asaj familje, duhet të shkon edhe t'u përforcon atë lidhje të kurorës, sepse është hollu peni dhe gjasat janë shumë të mëdha që të kputet. Si të kputet peni, shkatërrohet familja. Por para se gjithash, lidhja jon është që t'jete me Zotin ton të gjithësisë, sepse shumicën e rasteve vëlla son, çiftet tona, ndash burri, ndash gruaja, fillim mirën me Zotin. Fillim i kanë raportet lart poshtë mirë me Zotin. Pastaj fillon ajo neglizhenca dhe dobësimi dhe ai dembelizmi. Mos marrja e abdesit, mos larja e guslit, mos rëndësia e elementeve të pastërtisë,
mos lidhja mirë me Zotin, në këtë rast mos bërja ibadet Zotit, halo ma direkt, mos falja e namazit të rregull si duhet, mendon se vetëm se me një gjumo do ta ka përcen krejt javën, një javë s'ka kontakt me Zotin, tash ti një javë mes me pas kontakt me Zotin, a thu ki Zot ti e ka me ta bo mirë kontaktin me kryen tënde. Po Zotin nuk ban zullum tije, as nuk ban padrejti, po na jemi ata të cilët i bëjmë padrejti Zotit. E në këtë rast, lidhe punën mirë me Allahun, Allahu ka me t'i ndreq punët me njerëzit, e halo ma tepër me bashkëshortën tënde, e halo ma tepër me fëmijët e tu, e halo ma tepër me familjarët e tu të cilët je rreth e përçak, edhe atëre nuk do të vinë më veset, nuk do të vinë vezveset, nuk do të vinë sulmet, nuk do të vinë kasafiqet, nuk do të vinë rrahjet, nuk do të vinë ofendimet. Por shumicën e rasteve kur na smuhemi mrenda me zemrën tonë, edhe kjo zemra jonë dobësohet me krijuesin tonë, shejtani atë pret. Sa shejtani sulmon ku gjen. Çelë derën do të hin, çelë dritarën do të hin. Mos e lidh punën me Allahin mirë, të lidh ai. E momentin që ti nuk lidhesh me Zotin, të lidh shejtani. E kur të lidhesh shejtani, çka pret ti? Pret mirësi, jo, mirësia ka me të dobësu, muhabeti ka me të dobësu, rahatia ka me të dobësu, qetësia familjare ka me të dobësu, edhe do të thush ka erdhë kjo punë, por na ishmi mirë 18 vjet. Po mirë ishte 18 vjet kur ishe mirë me Zotin. Momentin që ja ktheve shpinën e Zotit dhe e more për këshill shejtanin, ai të ka lidh, edhe ku të lidhe, ai të sunon çizdon. Por elhamdulillah që Allahu dhul xhelal e ka mëshirën dhe rahmetin e madh, edhe kush i kthehet Zotit, Allahu dhul xhelal ja qeson zemrën, ja qeson shpirtin, por e qeson edhe familjen, e qeson edhe burrin, e qeson edhe gruan, na qeson gjithë neve, nëse na mundohemi ta kemi lidhjen tonë mirë me krijuesin tonë, vallahu ta'ala alem. Hoxha Allah i shpërbleft për pjesëmarrje. Këto pra ishte pyetjet rreth kësaj teme shkronërëzimi. Faleminderit shumë. Allah i xhenet ta boft. Zoti ju shpërblet dhe nderoft edhe juve. Inshallah që ati ku e kemi qëlluar është për Allahut, ati ku kemi gabu dhe ku se kemi qëlluar është për vetes time dhe për shejtanit. Zoti na falt, edhe njerë Zoti ju shpërbleft për këtë thirrje dhe për këtë emision të cilët e keni bë, edhe njerë ju qoftë për herë. Kjo studio e re, Zoti inshallah gjithat mirat ju dhash. Amin, amin. Shifemi të martën e radhës ora 22 në YouTube në Audionur.